A keni një moment të paharrueshëm nga ndonjë performancë me grupin? Shqyre, kam shumë momente, i kam gjithë paharrueshme. Që të them, i kam gjithë paharrueshme. Për një moment, për shembull, ka qenë në 2004, në konkuruam në Top Fest 4, në Top Fest 1. Edhe morëm atëherë Best Hip Hop, po ai Top Fest ishte lançuar për herë të parë atë kohë si koncert, edhe më mend që fituam nuk po e hyte te kjo pjesa kësaj tjetrës, sepse ne kemi qenë një grup që shkoshim koncert me Fugon. Prishim Fugon, ata shkoshim në Top Fest me Fugon e pastaj u ktheshim prap. Kështu kanë qenë kohët atëherë, kështu kanë qenë mundësia atëherë. Edhe më mend që fituam Best Hip Hopin u kthyme të nesërmen në Lezhë, edhe momenti kur kemi shkuar te shkolla, që gjithë ata të shkollës që na pritën me dorë trokitje, kështu ai ka qenë moment jashtëzakonisht emocionues, edhe aty tu duke vetë, ku jam unë. Po, për psikologjinë e njalit që është 17 vjeç, edhe vetë përballë kësaj, pas të jenë qenë të vëmendjes, ke arriti sukses. I gjallë normalisht në të pamendueshme për ne atëherë, kjo ka qenë imagjinon ndjesia nuk di ta shpjegoj, ka qenë shumë, po e kam dashur ta shih si kështu.